Duke njësur deri në 31 dhjetor të vitit 2014, janë të gjitha ata të pagues në cilën kanë detyrime, do të fshihet plotësisht në mënyrë automatike nga administrata tatimore, do bëjë një fshirje totale përveç kontributeve të sigurimit shoqërore dhe shëndetësore. Pra asnjë detyrim për ata deri në vitin 2014. Pas 2014-s, që i bie praktikisht 2015-2019. Janë të gjitha ata të pagues në cilën do zgjedhin që të bëjmë pagesën e komplet detyrimit të tyre gjatë kësaj periudhe deri në 30 qershor të vitit 2026 do mund të kenë mundësi që të përfitojnë 50% nga paqja fiskale. Ndërsa ata të pagues në cilën nuk ka mundësi që ta bëjnë të gjithë këtë detyrim, pra për një herësh, do kenë mundësi që të vlerën totale në cilën ata kanë, do mund ta përpjestojnë për 12 muaj dhe do kenë marrëveshje me këste mujore me administratën tatimore dhe në këtë rast deri në 31 dhjetor 2026 dhe në këtë rast do përfitojnë 25% nga falja e këtyre detyrimeve. Plus që kemi dhe një fash tjetër, e cila është nga viti 2020 deri në vitin 2024, nëse ata paguajnë detyrimin e tyre, do zhvishen nga kamatvonesat dhe nga gjoba në cilën ato kanë marrë në sistemin e tatimeve. Pra do pagojnë vetëm detyrimin principal. Këtu kemi një kategori tjetër për tatim paguesin në cilën kanë niptet e tyre të çregjistruar. Pra kanë bërë aplikim për çregjistrim, por mbeten ende me detyrime në sistemin e taks të tatimeve. Nipti nuk është çregjistruar akoma? Nipti është i çregjistruar, por ka ngelur me detyrime. Pa këtu kemi edhe një problem tjetër, sepse duke nisur që nga viti 2021 dhe në vazhdim, pra sot që jemi, administrata tatimore ty nuk të kryejnë aplikimin për çregjistrim të niptit tënd, nëse ti ke pasur detyrime, por çfarë ka qenë më përpara, ata mund të bënin çregjistrimin e biznesit edhe pse kishin detyrime. Këto detyrime falen plotësisht për fshirje dhe kontributet sigurimit shoqërore dhe shëndetësore. Pra ata që kanë bërë çregjistrimin e niptit edhe kanë pasur detyrimet të papaguara, do të shpëtojnë nga këto. Po kjo është një favorit shumë i madh, sepse ata do mund të hapin niptin lehtësisht tani nëse duan që ta rifillojnë përsëri aktivitetin e tyre,